Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jalla lavdrojmë, atë falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me urtësinë e Tij nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, edhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës që ka të bëjë me dispozitat me martesën, më konkretisht tash me problemet familjare, të cilat vijnë deri edhe te shkrorizimi. Kemi folur në ligjëratën e kaluar për probleme që ndonjëherë janë shoqërore, sociale, që ka mundësi me pas trajtim shoqëror. Domethënë nuk ka ndoshta një dispozitë të caktuar me pej shariatit, edhe kemi thonë se është mirë njeriu me marrë ato sebepe që ato probleme që janë shoqërore me i evitu sa të ka mundësi. E një çështje që tash më kujtu është çështja që cek një prej dietarëve dhe profesorëve tonë, çështja që problemet familjare nuk është mirë shumë njeriu me i përhap, me bisedu shumë për to, ndoshta edhe me pyet shumë për to, që thjesht me marrë vesh krejt që jetojmë dunjaja që filan fisteku pas ka problem me gruan e vet, ose gruaja pas ka filan gruaja problem me burrin e vet. Se tregon ky shekhe, thotë ndoshta na ndon ndonjëherë takohem me kolegë tonë dietar, edhe në bisede sipër e përmend ndonjë prej tyre problemin e një gruaje familjare të martuara që e ka ajo. Ama realisht se e përmend, gjithë e kuptojmë, dhe më thonë rastin se realisht edhe gjithë neve tjerë në pas ka pyet, dhe më thonë për të njëjtën punë. Faktikisht s'kam mjaftuar ndoshta me pyet një hoxh, po ka shkuar ka pyet 1, 2, 3, saqë kur e mbledh ata rastisht me bisedu se pas ka kësi probleme shoqërore, familjare, dhe mos e ka përmend mohabetin, e ka përmend që edhe kanë ditë se për çka është të bë fjala dhe për kënd të bë fjala. Faktikisht nuk duhet me pas kësi përmasash, domthonë problemet familjare që me dal, domthonë i ka herë as në familje, domthonë çush e kemi treguar ato hapat që çush duhet me trajtu problemin familjar, se dhe me dal edhe me marrë vesh këtë dunjaja. Kjo e para, e dyta, ajo që po dojna me spjegu në këto ligjëratat tonë është që kajherë njeriu duhet mi pas senet qarta, se këto dispozita që jem duke i diskutuar dhe këto masa që po i spjegojmë dhe rregulla janë për dy arsye, ose me i paksu dhe me evitu ajo që quhet talak, që quhet shkrorizim, duke marrë masat ndryshme që do t'i cekum edhe në vijim, për shembull njeriu nuk e lëshon gruan kur është në të përmujshmet e saj, menstruacione, nuk e lëshon gruan, domethënë masi që faktikisht i kanë kaluar të përmujshmet, e ka flajt me ta. Nga se të parën do të caktojmë të cekum arsinë edhe në dytën pse ka arsi. Mirë po dyjat në farë forme t'japin një farë kohë që edhe në qofë se je nervoz, edhe qofë se faktikisht
ki problem me familjen, dhe më thonë me marë kokje punë, mos me kryje, dhe më thonë shkërëzimin kësi gjendjesh, e ndoshta Allah Azza wa Jall masanena bën që thjesht me kaluaj zemrim edhe me ndrumenjen. Apo mos tjetër që do të cekom është se realisht njeriu kur të lëshon gruan dhe gruaja është halet, dhe më thonë atë llojin e shkërëzimit që ka mundësi burri me e kthy. Faktikisht ka në jetë kuranor që s'bën me nxjerr prej shtëpisë gruan. La tadri la'ala Allah an yuhditha ba'da dhalika amra, se din ndoshta Zoti do të thonë sjell do të thonë risi çështje të re, ndrym mendje, do të thonë faktikisht kur e ki gruan e ke lshu, po hala ki në shtëpi. Me unë nuk e ke qutë të vetë, ose do mund s'ka shku në shtëpi të vetë ajo. Ka se realisht larg syve, larg mendjes o zemrës. E këto dispozita i ka marrë që faktikisht do të thonë me paksu mundësisht ardhin e shkullëzimit. Edhe në anë tjetër, me i kanalizu gjërat, që edhe në qoftë se vjen të shkullëzimi, edhe shkullëzimi ka marifetin e vetë. Jo me ardhë me pyet dikush, mas sandej e thot valla burri që 10 herë më shonu më kthen. A e kam halal dhe më thonë me u bardhën me ta. Po se ki halal më 10 herë me shumë me të kthyje. Nga se fatkeqësisht, dhe më thonë faktikisht, dhe më thonë shariatin tonë, 3 mundësi janë, dhe më thonë, më martu, me të njëjtën grua. E para, e lëshon, e kthen dyti. E lëshon s'dyti, e kthen përstreti. E lëshohet përstreti. Ma faktikisht, ajo nuk lejohet, pa u martu ajo me dikën tjetër, e mu kthyti ti. Qofse faktikisht i ka dek kësaj burri tjetër, apo dhe më thonë s'ka dalë Zoti me pas, dhe më thonë, atë rahatlak edhe më jetu zbashku ai çift. Amba jo me ardhë dikush të më thonë, mas sa e thëtë hoqë vëllane, ose e gruaja me thonë burri që 7 herë unë shënë e më kthen. Kjo s'është lojë. Faktikisht, për atë po thëmë duhet mi spjegu këtë çështje që me i pas të qarta, dhe më thonë që njeriu fillimisht mi marrë disa sebepe që e paksojnë këtë problem. Po edhe në qoftë se vjen të kjo problem, realisht e ka edhe kjo problem një farë marifeti, dhe më thonë i ka dispozitet e veta se si bëhat. E do të flasim për shkullëzimin, nga se në gjuhën arabe ky shkullëzimi ndamje pe burrit dhe gruas është 3 lloje. Shkullëzimi që e bën burri gruan e lëshon, e ky bëhet pa kompenzim. Shkullëzimi i cili bëhet pe anës të gruas, që kërkon munda pe burrit, duke ja kthyer, domethënë atë pajën ose atë dhuratën ose çka i ka dhënë burri. Edhe shkullëzimi i tretë është që bëhet domosdoshmë gjykat, që faktikisht këta s'mundin më marrë vesh, edhe patjetër duhet me kalua domethënë nëpërmes gjykatës, edhe gjykatësi vendos se këta dy mos kanë jetë edhe duhet munda. Por thjesht ndamja është mes burrit dhe gruas, quhet shkullëzim, mirë po thash ka në gjuhën arabe talak, i thënë kur të lëshon burri gruan, el khul i thënë kur gruaja ndahet prej burrit duke ia kthyer dhuratën, edhe el fesх, dhe më thonë quhet ajo ndamja që shkaktohet, dhe më thonë përmes procedurave gjyqësore, edhe gjykatësi e merr përsipër me ndodh, dhe më thonë ndamja. Se përket talakut, talaku apo shkullëzimi është i lejuar në shariatin tonë. Është i lejuar me Kur'an, me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me ixhma konsenzus dietarëve, pothuajse në gjitha kohët. S'ka thjesht dietar që e ka kontestuar çështjen e talakut. Pavarësisht se do të marrim vazhdim se çfarë dispozite ka mundësi me pas talakut, po në parim është i lejuar, edhe kjo është prej rahmetit Zotit që i ka me robët e tina. Nuk është feja jonë se ajo fetë e disave që faktikisht e bojnë të ndaluar, domethënë shkullëzimin, edhe nëse njeriu martohet me dikën, me ta duhet me vdekje kështu me radhë, nga se realisht jeta na mëson se realisht ka mundësi njeriu me pas një jetë tillë që mu martohet dhe me çu jetë derisa t'u jap Zoti ymër, mirë po nuk gjojnë gjuhë për bashkët apo lindin probleme në rrugës e sipër që realisht zgjedhja më e mirë është shkullëzimi. Por feja jonë është rahmet. Domethënë edhe me shkullëzim ka domethënë demonstruar rahmet, thash kjo vjen me Kur'an, me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pe Kur'anit edhe pse ka ajete shumë, thotë at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan.
shkurëzimi është 2 herë. Ose, dhe më thonë, maje me mirësi, o dojo me njerëzillëk. Pra thjesht, 2 herë kemë mundësie me shkurëzu gruan. Tretën, dhe më thonë e shkurëzove ma aje gru, që shtash nuk mbetet grua jotja pa u martu me një burr tjetër, e masandej në qofë se Zoti dënë që ata munda ose me vdek burë mu këthyje dhe mu martu të te. Për ndryshe nuk është kjo çështje loj. Mirë po, aje që po du më argumentu është se Allahu Azza ka cekur dhe ka lejuar në Kur'an. Bile në Kur'an është një sure quhet suratul Talaq, surja e shkurëzimit. Më flet vetëm për dispozita pothuajse të shkurëzimit. Dhe më thonë hadithet për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka hadithe shumëta, domthonë hadithi Ibn Omerit që do të marrim, hadithin e Qais bin Thabit që do të marrim sot, hadithin e Zeidit, dhe më thonë atij, dhe më thonë robit që ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur dosh pe gruas tina, e shumë raste që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i ka provu, edhe çështja thash se ka konsenzus pe dietarëve në të gjitha kohët se dhe më thonë talaku apo shkurëzimi është i lejuar. Shkurëzimi dhe të ndëruar, thënë dietarët, ka lënë në për ato 5 dispozitat shariatike. Ndonjëherë është vajib me lëshu gruan ose gruaja mund pe burrit, ndonjëherë është mustahab, ndonjëherë është vetëm me lejuar, ndonjëherë është mekruh, e ndonjëherë është haram. Do t'i ndalëm me tregu, domethënë në secilin rast kur është vajib, kur është sunet, po mustahab, kur është vetëm e lejuar, kur është mekruh, edhe kur është e ndaluar. Thojnë, është e ndaluar, është e obliguar me lëshu burri gruan, në qoftë se burri betohet se s'kum ju afru grave të ti, apo gruas tina, s'kum ju afru me bë marrëdhënie me ta. Për shkak probleme që i kanë, ose nervozë që i kanë, ose më radh, bën bethet ty s'tafron as flaj me ty. Në shariatin ton, kjo punë ka afat. Ka lënë afati, s'kthehesh e ki obligim me lëshua të grua. Faktikisht ajo grua si e jotja. Duhet të lëshua ajo grua se çaq domoni ka kalu 4 muaj, nuk e ke kthye faktikisht, domethënë ki e botu, se kthy, atëherë ajo grua nuk jetë e jotja dhe duhet obligim me lëshu. Rast tjetër, kur është obligim burri me lëshu gruan, thojnë dietarët, kur burri e ka gruan të pamoralshme, e cila bën imoralitet, bën zina, nuk u shpendu, as ky shkreti s'ka mundësi me nal. E kjo vlen edhe në anën kundërt. Domethënë faktikisht, nëse e ka, domethënë gruaja burrin zinaçar, të pamoralshëm, i cili thjesht nuk nalet për imoralitetet, domethënë as nuk i bën mend mu pendu, kështu me radhë faktikisht nuk i lejohet apo e kanë obligim njëri prej tjetrit të munda. Nga se Allahu ka thonë ez-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin, dhe zinaçari nuk i lejohet mu martu vetëm se me një zinaçare apo me një, domethënë, mushrike, dhe atë e cila zinaçare nuk lejohet me martu kërkush vetëm sa i cili është zinaçar apo është mushrik, nga se në çështje e tillë është e ndaluar, edhe mendimi më i saktë i dietarëve, domethënë është se nëse një njeri është i ndershëm, i ndalohet atij në me u martu me një grua e cila është zinaçare, e që dihet që është zinaçare, apo një grua të ndershme i ndalohet me u martu me një burr i cili dihet që është zinaçar. Se thojnë dietarët, ky ajet që po fol kështu, po thotë fillimisht nuk i lejohet. Qofse se lejohet fillimisht mu martu i ndershmi me zinaçarin, apo zinaçarja me të ndershmin, domthonë e ndershme me zinaçarin, atëherë nuk lejohet as me jetu, me bashkëjetuar, qofse faktikisht kjo proces apo kjo më ka ndodhur edhe mas martesës. Pra nëse në fillim s'ka leju që ti më marr zinaçaren apo gruaja e ndershme marr zinaçarin, atëherë nuk kuptohet se edhe nëse thjesht i kanë dy të ndershëm, mirë po mas andej njëri prej tyre ka bë këtë mëkat edhe vazhdon edhe nuk pendohet, atëherë thjesht argumentohet me një ajet edhe që nuk lejohet me, domethënë, me vazhduar.
Rast tjetër, kur dhe më thonë e ka të ndaluar, apo e ka obligim me lëshue burri grun, apo edhe gruja mund da për i burrit e kanë obligim, thëjnë runa zët që fëse njeriu u martu me një muslimone, apo gruja u martu me një musliman, mirë po ai ka dezertua dhe ka dalë për feje, me ne i pun, ne i fjallë që e folë, runa zët merret me siher, edhe në shariatin tonë siherbazja, dhe më thonë ajta janë pa besimtar, edhe thjesht nëse thjesht e i martu me një burr, s'ka qenë e tillë më masaneja ka nisë më merr me siher, ose e ke martu me një gru, e ja ka nisë më merr me siher dhe u bë siherbaze, e ki obligim mund do njëri prej tjetrit. Disa dietarë e shtin këto edhe rastin e çështës namazit, se e llogaritin që ai i cili lë namazin faktikisht është i pafejë dhe duhet mundo prej tina. Unë se kam këtë mendim, veç po du me tregu që ka prej dietarëve që thonë kështu. Kjo është rasti i tretë kur njeriu ka obligim me lëshu grun. Rasti i parë thash është kur betohet që mos mi afru grus edhe i kalon afati atër si ka ra pishman edhe su kthy atër mas 4 muaj ka obligim me lëshu grun. Rasti i dytë kur faktikisht burri ose gruaja njëri prej tyre bojnë zinaça, nuk pendohen, nuk i mundsi me nalë për kësaj pune, e ki obligim mundo, qoftë burri pe grusës ose gruaja pe burrit. Rasti i tretë domethënë është kur faktikisht i martu me një musliman apo ajo martu me një muslimane dhe faktikisht mas andej njëri prej tyre ka bë kufër, atëherë është ndaluar me jetu me të dhe duhet obligim me ki mundo, domethënë gruaja pe burrit e burri prej grusë. Rast tjetër që kanë cekë dietarët e që ka mos pajtim. Thonë është në qoftë se faktikisht kufër s'kan bo, ama bën mëkate edhe i lën obligimet ashiqare. Gruaja s'mblohet, burri s'agjeron, burri pin alkohol, gruaja dhe më thonë del për shpije se nga burrin heq, dhe në sene faktikisht. Mund i bojnë senet normale e cilat në shariatin tonë jenë haram. Qoftë ai pin alkohol, qoftë s'agjeron, kes mbulohet, del jashtë e sene, ka pej dietarëve që thonë edhe në këtë rast e ki obligim me lëshu gruna dhe mos më nejt me ta. Pe cekum këtë mendim, pe cekum arsyet e tyne, e masë ne do të cekum të cilë është mendimi më i saktë. Argument për këtë punë është se pse duhet me lëshu një gru ose një burr i cili faktikisht është i tillë që si përfill obligimet e Zotit edhe i bën mëkatet ndaj Allahut azza xal, thonë se faktikisht ti më nejt me një gru tillë ose gruaja më nejt me një burr tillë, një farë forme ti pe provon edhe pe legjitimon të keqen që ne bën ai ose ajo. Qofse ti rrin me një burr i cili s'agjeron apo pin alkohol, faktikisht veç najtja jote me ta është si legjitimim. Se ti një farë forme s'po të pengon edhe sikur është tu mos bëj kurrë hiç. Ase thjesht një njeri i cili rrin me një grua e cila s'është e mbulut, edhe ka gru, faktikisht një farë forme sikur ti pja legjitimon se okay, s'të ka kurrë kjo puna apo nëse. Edhe na shtat domon vdes edhe domethën asnjënit si shkon mendja domethën që duhet më mbulue edhe duhet me kry këtë farz dhe këtë obligim ndaj Allahut azza wa jall. Argumenti i parë tyne kanë thonë se në farë forme kur ti rrin me grun ose me burrin që i bën këto mëkate ose i lajn këto obligime është një aprovim domethën pe onestone. Mirë po ata të tjerë që kanë mendimin e dytë kanë thonë s'është kjo aprovim. Nëse domethën na s'po them, domethën veç menet me ta pa ja të rikvretjen. Qofse është gru me thonë hey, agjero se ki farz me agjeru, ose le alkoholin se ki haram me agjeru, me alkohol me pije, ose burri i thot gruas hey, mbulav se ki farz me mbulue, ku me djeg zot, armi xhenemit qofse vdes çdo të spendohesh është falë Allahu azza xal. E kështu me radhë, faktikisht në farë forme këta se të aprovon ka se realisht mundohen ndoshta sa të janë dhe sa kanë mundësi me ju folë që ki kujdes e nuk janë të aprovu këtë keqe. Kjo është argumenti i parë dhe kundër argumenti i dietarëve tjerë. Argumenti i dytë është thonë se pse ki obligim me lëshu grun e tillë ose pse ki obligim gruaja mundo pe burrit tillë që është mëkatar ose mëkatare se thjesht i lajnë obligimet, se realisht çështja e martesës është çështje që ndikojnë njëri tjetrin shumë. Qofse neve në shariatin ton nuk na u lejohet me pas shoqni me njerëz pa udhëzuar, se të bëjnë mëkate,
se kanë mundësi me pas ndikim jetën tonë. Atëherë çka po ta merr mend, çfarë ndikimi ka mundësi me pas gruaja jote në ty ose burri me pas ndikim gruan. E na i them, kjo ka mundësi me ndodh, ka edhe mundësi mos me ndodh. Kjo është përgjigjja e atyre dietarëve, domethënë që thash thonë se ka mundësi me ndiku, s'ka mundësi me ndiku edhe është prezente, se ka mundësi në njeri e ka falë me vitet e tëra, është falë, ka agjeru, ose anë e gruan se ka pas tillë dhe kur gruaja s'ka pas mundësi me ndiku te burri. Domthonë për keq, alhamdulillah, pse këto janë raste të ralla, mirë po ka mundësi mos me ndodh ajo që kanë frikë këta, domethënë e sala. Edhe thonë, edhe nëse ndikon, realisht ka mundësi kjo punë mu evitu me forma tjera, jo me shku deri në shkurrizim. Ka forma tjera që mundesh me izolu efektin e saj dhe ndikimin e tina që mos më ardhë dhe shkurrizimi që me thonë obligim është shkurrizimi. Argumenti i tretë e atyre që thonë e ki obligim me lshu gruan ose burrin nëse i bojnë mëkate të ashiqare dhe i lajnë obligimet të ashiqare, thonë se hajde nëse faktikisht po shpëtojsh ti ndikimet e fëmijët ku me kon shumë prezent, domethënë faktikisht për keq, nëse burri është domethënë sfalet, sagjeron, pin alkool, realisht ndikimet e fëmijët ku me qenë i madh, ose në kundërtën nëse gruaja domethënë nuk falet, nuk është e mbuluar kështu me radh, ndikimi i madh ku me qenë të fëmijët edhe të vajzat që i kia këto insane. Ky domon argumenti i tretë i tyre, domethënë kundër argumenti i dietarëve është tjetër se realisht edhe kjo është mundësi që me ndodh ashtu, edhe mundësi mos me ndodh, mirë po edhe nëse shkurrizon, realisht këtë rrezik më shumë largu se nëse njeriu shkurrizohet, ai prind, ajo non ku me met gjithmonë fëmijëve tu, ose ai bab gjithmonë ku me met bab e fëmijëve tu. Faktikisht s'më më nda për jetë edhe me thonë të na jo nda sahin, domethënë po ato kanë qenë zullume të mëdha që faktikisht njeriu u nda, domethënë gruaja pe burrit edhe fëmin si ka pa kur një jetë vet. Ai është zullum i madh. Shariati jon se ka provu kur këtë punë, përkundrazi. Edhe ajo që po duam të thonë është që faktikisht nëse ti mendon që veç mos me pas grua zgjedh këtë problem, nuk zgjedh këtë problem nga se ti mundesh edhe me shkurrizue, po realisht ajo grua mbetet nëna e fëmijëve tu ose ai burr mbetet domethënë babi i fëmijëve tu, edhe s'mundesh me e nal këtë ndikim edhe efekt që kanë mundësi me pas domethënë prindërt ndaj fëmijëve. E pra të thojnë dietarët që mendimi më i saktë te kjo rasti është obligim me lshu burri gruan ose gruaja mundo pe i burrit, nëse bojnë mëkate ashiqare dhe i lajnë obligimet ashiqare, mendimi më i saktë është se nuk është vajxhib, mirë po është vetëm sunet. Kërkush nuk thot pe dietarëve që s'është sunet. Se është sunet nëse faktikisht vallahi e ki gruan 30-40 vjet, edhe nuk të falet, edhe nuk mbulohet, edhe domethënë faktikisht nuk e nëse që me mundo me ta se fatkeqësia është e madhe njeriu me jetuar në kolën me një njeri që s'falet ose është i mbulut, ose të kundërtën një grua e cila jeton me një burr i cili domon as falet, as agjeron, as domon pin alkool, ndoshta bën edhe çështje tjera. Por thjesht minimumi i saj na jetë domon që është sunet më ndo prej tina. Raste tjera kur është sunet, se deri tash kem të fol kur është domethënë farz mundo, domethënë gruaja pe burrit apo burri me lshu gruan. Tash po kalojmë kur është sunet. Thonë është sunet, domethënë me ndo gruaja pe burrit kur e din se qëndrimi i saj me të i shkakton dëm asaj. Në fen ton është domethënë sadaka edhe shpërblim i madh një muslimanit më largue domethënë një telashe edhe një problem. Si shembull e kanë marrë për shembull, nëse një gru është martuar me një burr, edhe ai burri ka u thu jashtë vendit vet, larg sajna, edhe as nuk e ka marrë, as nuk ka mujt me marrë, e kështu me radhë u bë ka gjatë. Edhe pse nuk ka rrezikun që kjo bën zina, po faktikisht kur të shkon me muj, me vjet, domethënë edhe një gru jet pa burr, realisht pse martohet domethënë burri ose gruaja. Me pas domethënë që me përmbush me plotsu njëri tjetrin. Në këtë rast dëmtohet edhe nëse ka siguri që elhamdulillah është e devotshme edhe nuk bjen mëkatin më të madh domethënë imoralitet. Mirë, po përderisa është këtë gjendje, domethënë thojnë dietarëve është sunet me bë një gjë të tillë mundoje gruaja pe burrit, edhe pse s'po them që
kjo rregull vlen për çdo rast apo për çdo shembull çfarë cika se ka njerëz që kanë domethënë arsye të ndryshme sepse domethënë janë largu se çift për një kohë për shkak të pamundësive që me i marr familjen, dokumentave, pasaportave, vizave kështu me radhë që domethënë nuk është që patjetër domethënë vlen ky rast që është sunet vetëm mundo. Kjo është e para. Rasti i dytë kur është sunet domethënë mundo burri pejgruz është kur faktikisht jeta e tyre edhe pse nuk ka shku në atë mos që me bo harame të mëdha, po faktikisht ka si keqkuptime, as fërkime që faktikisht u bo jeta e zymt mes tyre, nuk ka mirë kuptim e sene, edhe në këtë rast thojnë dietarët është sunet domethënë mundo, duke ashtuar atë që ceka domethënë te rasti i kontestuar i fundit a është vaxhiba sunet, domethënë edhe se kom se rasti i fundit ma shumë anojmë që është sunet mundo se me kaluë që është vaxhib mundo dhe më u largu një prej tjetrit. Kjo sa i përket domethënë kur është sunet mundo, kur është vetëm e lejuar, domethënë është kur ka sebeb mundo, po njësoj është, domethënë nuk jamon njëna unë tjetrës, ama mirë me jetu, ama mirë me u shkryzu, nuk e din cila është më mirë, në këtë rast është e lejuar, mund është me lëshu grun, ose mund të mundo të nësene mirë, po faktikisht kjo çështje është vetëm e lejuar. Në rasti i katërt apo dispozita e katërt se kur është mekruh me lëshu grun, mekruh thojnë në dietarët me lëshu grun, kur njeriu domethënë talaku bëhet shkurzimi pa sebeb. Nuk ka sebeb as të haramit, as nuk ka sebeb mangësive edhe thjesht zgjëmësisë edhe fërkimit mes bashortit, mirë po ndohen pa sebeb, realisht kjo thojnë dietarët është mekruh se çdo shkurzim i ka ato pasojat e veta që i bartën ose se çift ose nëse kanë fëmijë, e që në rastin konkret nëse bëhet pa sebeb, realisht kjo është mekruh. Edhe rasti i fundit edhe dispozita e fundit se kur është haram me lëshu grun e kanë cekur dietarët domethënë në 2-3 raste. Rasti i parë ajo që cekan në fillim të ligjëratës është haram njeriu me lëshu grun gjatë menstruacioneve të saj. Rasti i dytë është haram me lëshu grun kur ajo është pastru mas menstruacioneve e ti ke flajt të ke pas marrëdhënie intime me ta. E këto dyjat, domthonë kanë ardhur në jetë kuranor e që i ka komentuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë Allah azza wa jalla ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. O ti pejgamber kur ti lëshoni gratë në kohën e idetit të tyre. E ka komentuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur Omeri radiallahu ta'ala anhu dhe ka treguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se djali i tij Abdullah ibn Omeri e ka lëshu grun, aja ka qenë në gjendje të menstruacioneve. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhro domethënë ibn Omerin djalin tan që le të e kthen grun edhe thjesht do të marr grun derisa të pastrohet. E masandena domethënë të ketë menstruacione e mas menstruacionet pastruat tanshi, domethënë ndaç dhe delçon, ndaç le të mon. Se kjo është ajo e deti të cilën e ka përmendur Allahu azza wa jall. Pra thjesht këto dy raste. Edhe këto dy raste kanë arsye dhe urtësi të kapshme edhe të logjikshme dhe racionale sepse njeriu nuk bën me lëshu grun. Se me lëshu grun njeriu kur është gjatë menstruacioneve. Është shumë e lehtë me e bën një njeriu një gjatë tillë që faktikisht ka mundësi me pas një fërkim me gruan e tij, ka mundësi me pas një zemrim me ta, e që në këtë gjendje ai është duke mos fjetur me ta, duke mos pas marrëdhënie intime dhe thjesht ngarkesë e ngarkesa ajo për shkak të menstruacioneve të saj, realisht keqkuptimi, fërkimi, ajo që me i rapi zhmon mundësia shumë e madhe që nuk u bën gjendje normale. E pratë, në fenë tonë, shariatin tonë, këtë gjendje është e ndaluar me lëshu domethënë grun. Edhe në rastin tjetër, kur faktikisht ti kanë kaluar menstruacionet, edhe ti ke flajt me ta, ke pas marrëdhënie intime. E tash çdo njeri i cili bën marrëdhënie intime, zakonisht nuk e din a ka mbet gryja 7 zonë, as ka mbet 7 zonë.
Me ditë që ka mbet gruaja 7 zonë, plot njerëz dhe mundi motin senet a me lëshu o mos me lëshu. A kur e din që s'është mund 7 zonë, fatkeqësisht pa komplikime dhe thjesht ma let dohen. E përderisa ti ke flajte, nuk e din a ka mbet 7 zonë, a s'ka mbet 7 zonë, shariatin tonë ka thonë këtë gjendje nuk është e mirë se ka mundësi faktikisht ti mundesh me rapi zhmon e kështu me radhë sene, për atë domethënë ki kujdes se këtë gjendje është e ndaluar domethënë me elshuar grun. Pavarësisht a është plot a u hin fuqi, as u hin fuqi do të marrëm ma vonë domethënë do të diskutojmë këtë meselë. Qofse lëshohet gruaja çat menstruacioneve ose gruaja qofse lëshohet kur faktikisht ke flajt me ta. A ka hin fuqi, as ka hin fuqi, ai është kurrëzim do të marrëm vesh më vonë. Mirë po me lëshu në kësi gjendje është haram në shariatin tonë. Nga se që thash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka komentuar këtë ajet në këtë formë, edhe rasti i tretë kur domethënë ndalohet edhe është haram njeriu me shkurëzim është kur njeriu në njëjtën nej e lëshon gruan 3 herë. E lëshon gruan ti e ndome, thot ti e ndome 3 herë. Domethënë shariatin ton kjo është e ndaluar, nga se kjo është një farloje me shariatin ton, kjo është domethënë guti edhe kundërta asaj që na ka urdhëruar Allahu Azza wa Jall. Edhe në këtë rast domethënë do të marrëm domethënë se a është i plotfuqishëm shkurëzimi ajo, mirë vetëm duke treguar se domethënë është haram me bën një gjatë tillë. Faktikisht me shfrytzu 3 ato mundësitë, se Allah Azza kur i kalon mundësi dën 3 herë, 2 herë më kthye domethënë gruaja te burri, edhe mas tretës maj s'ka loj, faktikisht i kalon këto mundësi që ka mundësi njeriu elshon herën e parë e kthen, elshon herën e dytë e kthen, për herë tretë, po mas tretës më nuk e ti faktikisht kur ti e bën ndamje 3 herë, je ndame një nej, faktikisht domethënë ti pjahub këto mundësi edhe domethënë vetës që me nda gruan me herë, e që mundësia reale është shumë që me ra pizhmon edhe masandej për atë shariatin tonë thash është bë në këtë gjendje haram me nda. Për mos me zgjatë pse ka shumë mesele, do të ceku vetëm 2 mesele apo 3. Çështja e parë vëllezër të nderuar, çështja e shkurëzimit është në dorë të burrit në parim. Edhe gruaja kur lyp mundo zakonisht dohet domethënë përmes domethënë gjykatës o gjykatësit. Ose ajo që e quajtëm khull, që faktikisht gruaja i afron domethënë një far kompromisi burrit atë pasurinë që ja ka dhënë, atë dhuratën që ja ka dhënë, ja kthen edhe me mira dashësi ndahen, edhe kjo aprovohet për gjykatësit, apo ajo forma tjetër që s'ka mundësi më marrë vesh, mirë po duhet me shku te gjykata, faktikisht domethënë ajo quhet el-fesх, domethënë në këto 2 mundësitë e fundit, ndoshta ka mundësi me kon iniciatore gruaja. Mirë po përmes gjykatës shkojnë. A në parim shkurëzimi është në dorë të burrave. Për çka kanë thonë dietarët? Kanë thonë është në dorë të burrave, se dora në zemër burri është më i përmbajtur, njeri i cili më tepër i analizon gjërat, i domethënë është më vigjilent për pasojat e çështjeve, nuk është emocional që me vepru në afekt, që është din me vepru gratë, e ke po pak me ndonë e problem, thëtë shkurëzëm, unë të rej ty, unë s'du me jetu me ty, e se ne, mësë ne si të elshesh, anis me kajtë, apëtë në këthem, e se ne, kjo është natyra grus. Kjo konë natyra grus, fatkeqësisht tash në kohën bashkëkohore nuk ka bë dhe kjo natyra e burrave, s'ponë apëtën që shtot domethënë si gratë vlojnë edhe domethënë mund me kontrollu emocionet, mirë po në çdo rast pak për në zemrime të vogla janë gjendje domethënë me qitë këtë fjallën e shkurëzimit, edhe se kjo fjallë nuk ka qenë besoj jashtë të na të pleqë tonë edhe para arsit tonë, mirë po të regojnë djetarët edhe për në ato vendit e tyre, nuk ka qenë kjo loj bashkë kështot, në më thonë se cili njëri i cili është martuar dhe ka hinë jetë bashkëtore, dore në zemrë kanë qenë shumë më të pjekur se që na të sot jem, dhe kanë ditë 2 përgjithësit kur martuat njeriu, edhe kanë thonë faktikisht se
kur në farë forme u martun, në farë forme ka hinë rend burrav, ma nuk i ka fjallët që i ka pas i pa martun, nuk i ka sjelet që i ka pas i pa martun, kjo ka qenë për para, faktikisht se për ta thash që konë matmatën dhe nuk i ka qitë dhe fjallë që tash i qesin këta 3 tonë, dhe më thonë edhe pa i kontrolu mirë, po ata kanë mendu e kanë folë. E tash flasin e masanej e mendojnë që ka thonë, fatkecia. Mirë po ajo që përdo me thonë është se në parim çështja e shkorëzimit është në dorë të burrav. Kjo është e para. E dyta, vëllezër të nderuar, shkorëzimin në parim është e lejuar në qovë se bëhet me sebeb, edhe në qovë se bëhet me disa herë. Kur nuk duhet më llogarit dhe më thonë e metë, qovë se një gru ulshu një herë, e ulshu 2 herë, e ulshu 3 herë, mirë po thjesht ka pas arsye, s'ka pas fëmijë, ose burri konzullumqar, ose kështu me radhë faktikisht, që aje s'ka pas faj. Edhe në 10 herë të lëshoft, edhe 20 herë të lëshoft, ajo nuk është llogaritet kur e metë e sajna. Ose të kundërtën, qovë se një burr e lëshon një gru për shkak të metave të saj, dhe me thonë që fatkeqësisht dhe më thonë ka mundësi me kone pa moralshme, apo thjesht e pa dëgjueshme ndaj burrit e kështu me radhë, dhe më thonë nuk ka kurfar dhe më thonë pasojash, apo nuk duhet me unë nënçmu burrin në këtë rast, edhe në qovë se zdi sa herë e lëshon dhe më thonë grun. Kjo, mirë po duhet me ditë një sen, që njeriu kur të lëshon grun, nuk e lëshon grun me i ba zarar grus, asë nuk e lëshon grun me nënçmu edhe me thonë se so e pavleri jeti edhe se të kam dorë në ty edhe në luj me ty që shdush edhe pratë dhe më thonë shariatin tonë dhe më thonë e kanë lërit që është emanet ndaj Zotit dhe duhet me pas shumë kujdes në këtë punë edhe hajgare kër të bëjsh se këna me marrë dhe më thonë në vazhdim kër puna është e shkurëzimit dhe hajgare së shkurëzim se nuk ka hajgare në shkurëzim pratë duhet me pas shumë kujdes jo për çdo send, dhe më thonë me lidh, bëne këta se të shkurëzoj, ashtu të shkurëzoj faktikisht me fasë një formë, dhe më thonë pështrimi edhe nënçmimi ndaj grus. Mirë po as dëmtimi ndaj saj, thash është një derë e cila mbet në fund për me i zgjedh raset edhe thash është mëshirë. Kjo se e përketonës burrit në aspektin e grus. Gruaja thash ka raste kur ajo kërkon dhe më thonë shkorëzimin edhe ka mundësi me ardhë deri te marrëveshja dhe mundo me paqe duke ja kthyer dhe më thonë atë pasurinë që ja ka dhonë mirë po ndonjëherë duhet vetëm me gjykat pa kompromis o një farë forme me detyru më nda se s'ka jetë mirë po gruaja duhet me e ditë se në shariatin tonë nëse kërkon gruaja shkorëzim pa arsye. Ka në hadithin e vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ajo nuk meni aromën e xhenetit. Për shkak se fatkeqësisht ka kërkuar dhe më thonë pa arsye me shkatru familjen edhe me unda prej burrit. Qofse thash nuk e ka burrin që si zinaçari, që si mëkatari, se ka burrin që tu i bë zullum, se ka burrin që tu e rre, se tu bë dhe më thonë faktikisht nuk e ka burrin në asnjë forme që ka ardhur në asnjë gjendje që nuk ndjen kur gjë ndaj tina. Përkundër nashta veç ka urrëti ndaj tina. Nashta zullum se bën hiç, as nuk është zinaçar, as nuk është domethënë alkooliçar, e që derisa ne. Mirë po çasi ftohje ka të marrëdhënie mes tyre. Saqë ka ardhur deri në asnjë forme, saqë në farë forme edhe veç edhe urrën. E që ka frikë që thjesht obligimet që i ka ndaj Allahut ka shetina mos mi kry, edhe këtë rast lejohet. Nga se ka në hadithin e Qais bin Thabit, ka ardhur dhe më thonë, i ka thonë, ja Rasulullah, për burrin tem po du më nda. Ka thonë, a ka nejtë metë në fejnë e saj, e tina. Ka thonë, për kundrës, ja Rasulullah. A thënë, të rëqka, thëtë, mirë, po nuk jam të e dasht, e orej. Edhe kam frikë që s'mëj mi kry obligimet e mija ndaj Allahut karshitina. Thëtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a pja këthen që atë kopshtin që ta ka dhonë si dhurat. Edhe thjesht me këtë thjesht i pajton edhe ndohen nëse ka nësë gjendje që asë iftohje të raporteve sa që dhe më thonë nuk ka mundësi për të isaj vetëm se ka masë ndaj mundësi me pas haram edhe me pas gjëna njëri ndaj tjetërit. Mirë po, kur po flasim për këtë rast, jem të flasë një rast dhe më thonë ekstremisht kur njeriu ftohet në raportet nuk ndjen ndaj një tjetrit
ka ndoshta urrëtie që kanë frikë edhe pse ndoshta asë njëri s'bojnë mëkate, asë njëri si bojnë zullum. Ama jo me e marrë tash çdo ftohje të raporteve ose çdo zëng që mund të me pas, ose ndoshta nënçmim që mund të më ndonë tani një tjetrit, me thonë valla, unë se du burrin, unë dëmon edhe thjesht një farforme me pas krahasim ato filmat edhe ato serialet për dashuri, edhe me thonë se na s'po ndjem njëri për tjetrin se ato domethënë dashurit në për filma, në për domethënë seriale, nga se ato janë filma, ato janë seriale, ato faktikisht nuk ekzistojnë në botën reale. Thjesht për ata thash, kur ka folë Allah për martesën, ka folë se kam dashuri edhe kam mëshirë. Jo çdoherë shkon me dashuri, ndonjëherë ka mëshirë. Domethënë faktikisht edhe s'ka mundësi njeriu me jetu me vitet të tëra, ose me muajt të tëra, ose me javë, ditë të tëra, që ndonjëherë nuk ka mundësi me pas zënka e mosmarrveshje, e ndoshta ndonjëherë me shkunda që format që ndoshta mendon se një tjetër e keni nshmu, edhe mos me ndjen ndoshta diçka, por që ka mundësi me kone rasti që duhet njeriu me bë sabër, e duhet me pas domethënë me llogarit shpërblim te Allahu azhjal, se këto çështje kalohen dhe janë momentale, se me nis njeriu për çdo emocion që i kalon, në çdo mendim për me kokë, edhe me thonë se ja, duhet mundose në spondin dhe i tina kur gjë, nuk jem të dashur një me tjetrin sene, fatkeqësisht nuk kish me mjet burr dhe grua e martuar. Ndoshta e zgjatëm pak tepër, me kaq që përfundojmë, e do të vazhdojmë domethënë në ligjëratën e radhës me çështje tjera, nuk e lutur Allah në zë që të na jap beturinë në fenë e tina, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, na bën prej atyre të cilët domethënë atë që dimë dhe praktikojmë. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.